ne si Radio Televizioni Dugagjini kishim organizuar në muajin tetor një darkë ku i ftuar ishte edhe Shpat Kasapi. Sigurisht që pas këtij lajmi ne kemi kontaktuar familjen lidhur me lejen e tyre për me transmetu darkën dhe na ka mbërrit sot një letër nga bashkëshortja e Shpatit, Selvije Kasapi, ku thot: Unë Selvije Kasapi me datë 4/12/2025 në nder dhe kujtim të përjetshëm për bashkëshortin tim të dashur, Shpat Kasapi, ja plen që të publikohen dhe të shfaqen të gjitha këngët dhe video që ai realizoi në xhirimet për festat e fundvitit në Radio Televizionin Dugagjini Kosovë në drejtim dhe moderim të Butrin Pasjaqa. Këto pamje janë fryma e tij e fundit artistike, drita e talentit të tij që dua të vazhdoj të jetoj, edhe pse ai nuk është më fizikisht mes nesh. Qofshin këto këngë dhe momente një kujtim i gjallë i shpirtit të tij të mirë dhe i dashurisë që ai la pas. Ne folëm për lidhur me CD-n që ja ke dhëru të atë natë, po gjithashtu edhe me Big Mamën ka këndu atë natë.